Zduja, keni një shpjegim për votat tuaja? Pse mungojnë minus 1000? Me rëndësi është që partia s'ka lujt kur gjo. Partia s'ka lujt. Deputet janë të njëjtë deputet, procesi është krejt në rregull. Kush ka vjedhur votat në vërtetë? Unë 4 muaj në Turqi. Po pse jeni minus 1600 vota? Nuk di unë se unë s'u marr pjesë të kutit. Unë jam kont të kutit, unë që 4 muaj jam në Turqi. Ai njëni komisioner që i kanë arrestuar në Prizren. Po. Partia din unë s'u marr me komisionerë se unë që 4 muaj jam në Turqi. A s'keni bo fushat heqa? Hiq as fushat, këtë herë më kanë lut partia për me qenë kandidat. Okej, ju s'ini kanë të interesu. Pas probleme familjare. Po a ju ka kontaktu zoti Abdigjiku diçka? Mi ju pyet pse pi mungojnë votat? Me zotin Abdigjiku s'di kur kam kontaktu. A ju ka pyet pse pi mungojnë votat? Jo, më çfarë. A ju ka kontaktu prokuroria? As prokuroria. A njëni komisionert e LDK-s që në kanë? Jo, disa si njo. A keni folë me ta? Pse bashkë juve ka shumë vota pi mungojnë? Kuptoni ju çka është familja mas pari, tani jo partia. A kuptoni ju Shqip? Unë kom pas problem familjar, smut njerin, smut në Turqi 4 muaj e marrë. Asë më ka interesu për zgjedhje, asë për vota, asë për asgjë. Okej, një të gatshëm me bashkëpunë me prokurorin nëse ju thirr, sepse ata janë tu e tu, i kanë shinë njerëz në burg. Unë kom pasaportin, kur kom mi, kur kom dal, kur jam kthy. A kuptoni? Kom qef më thirr mua prokuroria. Se ja dëshmoj me fakte.